Muskujt e kanë një salcë pak më ndryshe, që bëhet me lëngun e mishit. Kemi brinjt. Brinjt gjithashtu i përgatitin vetë, janë të tjerna. Kështu që po filloj me ly, është mishi teren, të cilin e përgatitin vetë. Pastaj kemi muskujt. Muskujt e kanë një salcë pak më ndryshe, që bëhet me lëngun e mishit. Kemi brinjt. Brinjt gjithashtu i përgatitin vetë, janë të tjerna. Përshëndetje për të gjithë, unë jam Denisi i restorant Qingjit. Sot për juve komendosem përgatit disa specialitetet që i përgatitin në restorantin tonë, cilat janë mishi tjerën, muskuj, brinjt dhe mishi Qingjit. Për këto mishna zakonisht ne përdorim hudër edhe vaj, kështu që po filloj me ly, është mishi teren, të cilin e përgatitin vetë. Pastaj kemi muskujt. Muskujt e kanë një salcë pak më ndryshe, që bëhet me lëngun e mishit. Kemi brinjt. Brinjt gjithashtu i përgatitin vetë, janë të tjerna. Edhe mishin e Qingjit. Mishi i Qingjit është si specialitet, masi edhe që restorani e ka emrin Qingji. Tash këto i bëjmë gati edhe i shtim furr, edhe janë gati. Edhe tash i shtim në furr. Atëherë këtu kam edhe të gjukin, specialiteti i yni, i cili është më i kërkuar për momentin, sepse përgatisin vetë është bio sikur në konat e më përpashme. Atëherë tash një mishi veç se ka përfundu. Tek mishi Qingjit ja vendosim edhe një kapak që e quajmë prej pete, gjithashtu edhe të muskujt. Kurse mishi i tjerë edhe mishi i bringave përgatiten vetëm kështu, pa petë. Fusim në furrë dhe bëjnë 2 minuta. Atëherë procesi mishit, veç se ka përfundu. Këto pra janë specialitetet e Qingjit. Nëse ju i provoni, ju bëhet mirë.